Shkurt pe kallzojna qysh falet Bajrami. Imami e man dersin mas sabahit, edhe e ban programin e tina, edhe quhet ju tregon muslimanëve se qysh me fal Bajramin, edhe falin e Bajramin bashk me imamin. Tani imami e man hutbën, edhe në fund bëhet një dua për bashkt. Tash po koncentrohemi vetëm në faljen, në formën e Bajramit se qysh falet. Do më thënë, imami e merr tekbirin fillestar, edhe thot Allahu Akbar. Ky ti si musliman që je mas tina, e merr atë tekbirin fillestar edhe i lidh durt. Edhe lexon Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Tash ti pret, ti që je të fal, pret, për shkak se imami i merr edhe 3 tekbire. Allahu Akbar. Ti ngrit durt bashkë me ta. Allahu Akbar dytin. Allahu Akbar tretin. Ti ngrit durt vazhdimisht sikur imami. Tash i lidh durt edhe prit, për shkak se imami ka me lexu Elhamdulillahi Rabbil Alamin, edhe një sure që imami e din se cilën duhet me lexu, ose cilën është më mirë, cilën është sunne me lexu. Kjo është puna e imamit, na po ndihmojna muslimanëve. Domethënë, tash imami e ka lexu Elhamdulillahi Rabbil Alamin, e ka lexu një sure, edhe bjen në ruku. Allahu Akbar, ti bjen mastina në ruku. Semi Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. U kry, kjo tash bjen imamin sejdë. Na nuk përbajna sejdën, për shkak se sejdja është e njohshme për muslimanët. Bëhen 2 sejdë, edhe çohet përsëri në kam. Tash i na çon rekatin e dytë. Po thona që i na çon në rekatin e dytë. Tash imami thot Allahu Akbar, edhe u çohet në kam. Domethënë, drejtohet në kam. Edhe i lidh durt. Edhe ti mas imami i lidh durt. Edhe imami tash e lexon Elhamdulillahi Rabbil Alamin, e lexon një sure, tani thot Allahu Akbar, ngrit durt, edhe ti ngrit durt me ta, një herë. Allahu Akbar, 2 herë. Allahu Akbar, 3 herë. Të 4-ën herë, imami thot Allahu Akbar, edhe bjen ruku, ti bjen ruku bashkë me ta. Semi Allahu liman hamida. Tani i ban prap 2 sejdë, edhe ban ullin e fundit, edhe jep selam, kur jep selam imami, jep selam edhe ti. Me kaq, përfundon falja. Tani bëhet hutbja, edhe bëhet duaja përbashkë që e bëjnë shumica muslimanëve në vendin tonë. Allahu azza wa jalla u alesoft e ju ndihmov gjithmonë.